billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vazhdojmë me trajtimin e jetëshkrimit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe sikur se e dini, javën e kaluar kemi filluar të flasim për një fazë të re të sfidave, të vështirësive, por edhe të përgjegjësive të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe të sahabëve të tij. Pasi që janë vështirësuar rrethanat, duke qenë se për 5 vite me radhë, respektivisht për 4 vite, 3 vite ishin të thirrjes sekrete, të thirrjes së fshehtë, e pas 3 viteve filloi thirrja publike, gjë që shkaktoi kokçarje të madhe tek mushrikët e Mekës dhe njëherët edhe armiqësim të drejtë për drejtë ndaj muslimanëve. Atëherë rrethanat u vështirësuan dhe u detyruan që një pjesë apo një grup prej tyre që të emigronin me urdhër të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për në Habeshe, për në Abisini. Javën e kaluar kemi folur si një lloj hyrje rreth kësaj ngjarje apo rreth kësaj pjese të rëndësishme të ngjarjes së Habeshës, të emigrimit në Abisini. Ndërkaq sot dhe për disa javë me radhë do të flasim më në detaje rreth kësaj ngjarje madhështore, sepse ajo përçon mesazhe shumë të rëndësishme për ne. Hijreti pra ka ndodhur në muajin Rexhep të vitit të 5, në fillim të vitit të 5 Hijri. Dhe ata që emigruan të parët në Habeshe, në Abisini, ishin 14 persona, 10 ishin meshkuj, ndërkaq 4 ishin femra. Pejgamberi jon i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të parën që urdhroi për të bërë emigrim ishte Uthmani radhiyallahu anhu, pra dhëndri i tij së bashku me vajzën e tij Ruqayya, vajzën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tregon për devotshmërinë e Muhammed Mustafas alaihi salatu wassalam në kauzën islame. Pra ai si çdo herë ka thirrur në islam me vepër para se të thras me fjalë. Dhe kjo është ajo që i ka ndalluar pejgamberët e Allahut nga të gjithë. Njerëzit që thrasin në rrugt të Allahut janë 3 llojesh. Ata që thrasin me fjalë, por jo me vepër. Ata që thrasin me fjalë dhe me vepër, dhe ata që thrasin fillimisht me vepër, pastaj me fjalë. Kategoria e tretë janë kategoria më e lartë e thirrësve në rrugën e Allahut. Dhe kjo kategori është ajo e pejgamberëve dhe e atyre që shkojnë gjurmëve të pejgamberëve. Prandaj në shumë raste në jetën e tij pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam fillimisht ka thirrur me vepër, pastaj ka urdhëruar me fjalë, sikurse ka qenë çështja e namazit. Një herë e ka falur vetë namazin, pastaj u ka thënë sahabëve: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", faluni sikurse më shihni mua duke u falur. Ose për çështjet e haxhit ka thënë: "Khudhu anni manasikakum", merrni nga unë, pra mësojni nga unë ritualet e haxhit ashtu siç unë i veproj. Pra pasi që e ka performuar haxhin, sahabët e kanë parë dhe më pas e kanë praktikuar në të njëjtën mënyrë. Kur ka dëgjuar se Uthmani është nisur për në Habeshe së bashku me të bijën e tij Ruqayyen, është lutur për ta. Ka thënë: "Sahibahum Allah", Allahu qoft me ta, Allahu i shoqëroft ata të dy. Inna Uthmana awwal man hajara bi ahlihi ba'da Lut alayhi salam. Uthmani është i pari që ka emigruar me familjen e tij pas Lutit alayhi salam. Pra historikisht prej Lutit alayhi salam, që është urdhëruar me emigru, me braktis vendin e vet, pra i detyruar nga haramet e mëdha që e kanë mbizotruar vendin e tij, deri në kohën e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, nuk ka emigruar askush për emigrim fetar. Pra ka qenë Uthmani radhiyallahu anhu së bashku me gruan e tij, respektivisht me vajzën e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, që kanë emigruar.
Dhe kjo tregon se pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam ka qenë jashtëzakonisht i kujdesshëm në këto çështje. Pra nuk ka dashur të lejoj hapësirë që dikush thotë ti po i sakrifikon të tjerët ndërkaq familjarët tu po i mbron, familjarët tu po i kursen. Të parin që e ka dërgu kanë qenë familjarët e tij, Othmani, dhëndri dhe vajza. Pastaj pejgamberi jon i dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam sa herë që ka thirrur në mirësi, ka thirrur në urtësi, në gjëra që njerëzit kanë nevojë për to. Dhe në anën tjetër, gatishmëria e sahabëve për t'ju përgjigjur pejgamberit ton të dashur në çdo gjë, për ta pasuar atë në çdo rrethon jetësore është e mahnitshme. Aq sa edhe në gjërat që nuk e kanë obligim që ta pasojnë atë, e kanë pasuar. Vetëm që të përngjasojnë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, Enes ibn Malik tregon se ai e ka ngrënë kungullin vetëm se pejgamberi i dashur e ka dashur kungullin. Pra ka qenë e preferuar për të. Edhe pse thot e kam ngrënë me zor, saqë disa të tjerë dëgjonin teksa i thonte kungullit, pra gjatë ushqyerjes me të, i thonte o kungull, ti e din mirë që unë s'të kam qef. Ama pse pejgamberi ka dashur me të ngranë edhe unë edhe du me të ngranë edhe unë. Pra pe dashurisë madhe që i kanë pas për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ose Omeri kur shkonte në Qabe dhe e puthte gurin e zi të Qabës. Njëherë tha, ti as nuk sjell dëm e as nuk sjell dobi. Po të mos e shihja pejgamberin e Zotit, teksa të puthte ty, nuk do të puthja kurrë. Jo pse nuk ka dash me bëni gjë të tillë, po për shkak të ngatresave të mëdha që zakonisht i shkaktojnë njerëzit për me puth gurin e zi. Ama derisa pejgamberi i Zotit e ka puth, aty ka një urtësi, aty ka një mirësi dhe sahabët e nderuar kur nuk i kanë dhënë përparësi vetvetes para argumentit, para asaj që e kanë kuptuar dhe e kanë mësuar prej fjalëve të Allahut në Kur'an dhe prej jetëshkrimit traditës së Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. E një sahabi tjetër ulej në një pemë sepse çdo herë ishte praktike pejgamberit të dashur që të ulej në atë pemë. Dhe kur i tham pse po ulesh vazhdimisht të pemë, tha sepse e kam pa pejgamberin ton dashur alayhi salam që ulej në këtë pemë. Ekziston një ligj edhe kozmik, por edhe fetar, legislativ. E ai është ndërmarrja e shkaqeve për të pasur sukses, për të pasur fitore, për të pasur mbrojtje e kështu me radhë. Nëse e marrim për shembull edhe e analizojmë edhe jetën e pejgamberëve të mëparshëm, sikurse rasti i Jusufit a.s. i cili është ballafaquar me vështirësi të shumta në jetë, prej fëmijërisë tij, po edhe gjatë udhëheqjes si ministër i financave dhe i ekonomisë së Egjiptit. Kur erdhën edhe e pyetën se mbreti kishte pa një ëndër, edhe ja përshkruan ëndrrën atij, ai e komentoi atë sepse ishte komentuesi i ëndrave dhe tha, do t'ju vinë 7 vite të bollëkshme, 7 vite me bollëk, por pas tyre do të vinë 7 vite me thatësi, me skamje të madhe. Andaj të gjitha të lashtat që i kultivoni, deponojini ato, edhe mos shpenzoni për tyre vetëm se shumë pak. Mënyrë që kur të vinë 7 vitet e thatësisë, ju t'i keni ato ushqimet e deponuara edhe t'i mbjetoni krizës. Edhe kështu edhe ndodhi, sepse pas 7 viteve të thatësisë, pastaj Allahu e riktheu sërish mirëqenien në Egjipt. Pra, këtu faktikisht Jusufi a.s. neve na ka mësuar një prej sebepeve të rëndësishme në jetë që nëse na ka plën skamja ose thatësia kolektive, shoqërore, çysh duhet me menaxhu situatën, çysh duhet me dalë prej krizës. Edhe praktikisht transmetimet tregojnë se përgjatë viteve të bollokut, përgjatë viteve të pasjes, nuk është ushqy Jusufi a.s. më shumë se sa një herë në ditë dhe më shumë se sa për mbjetesë. Pra ka ngrënë vetëm sa për me mbet gjallë, sepse ka dashur me qenë shembull për gjithë, sepse thamë pejgamberët e Allahut çdo herë kanë folë me vepër para se me folë me fjalë. Edhe Allahu në Kur'an çfarë thotë? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apo i thrisni njerëzit, po i udhroni njerëzit në mirësi, në punë të mira, të mbara ndërkaq ju po e harroni veten tuaj. Pra në radhë parë duhet me thirr veten, pastaj me kalu tek të tjerët. Pra duhet me qenë shembull praktik i mirësisë dhe i bamirësisë për të tjerët. Prandaj thotë efela taqilun, si nuk logjikoni. Pra një gjë e tillë është e palogjikshme
ku ne i thrasim të tjerët ndërka që harrojmë vetveten tonë. Sepse adhurimi Allahut përmes ndërmarrjes së shkaqeve është ligj kozmik. Edhe Allahu përmes kësaj që ka ndodhur në Habeshe, përmes këtij emigrimi që ka ndodhur në Abisini, dëshiron neve të na tregojë se ndërmarrja e shkaqeve në jetë është ligji i Allahut, është ligji i suksesit. Pra asnjë sukses në jetë nuk vije, nuk pik nga qielli. Zoti ka urdhëruar që na me ndërmarr disa shkaqe. Prandaj edhe shkaqet universale, por edhe shkaqet fetare dëshmojnë për një gjë të tillë. Sepse kur besimtari ndërmerr shkaqet, pastaj i mbështetet shkaktuesit të shkaqeve, atëherë Allahu e merr përsipër zgjidhjen për të, rrugdaljen, fitoren, suksesin e kështu me radhë. Nëse e marrim dhe analizojmë për shembull rastin e Ibrahimit a.s. E dini mirë që ka përjetuar Ibrahimi a.s. A e mori populli vet, a e lidhi, a e përgatiti një zjarr të madh. Ashtë madh sa që e hodhën të me katapult. Transmetimet tregojnë se zosh në qiell binin nga nxehtësia e flakës madhe të atij zjarrit. Aq lart ka shkuar ai zjarr. Edhe këta qëllimisht e kanë bërë sa më dramatike për më dhënë mësim të tjerëve që ja çfarë ju gjen juve nëse prekni në idhujt tan, nëse prekni në zotrat tan, më thonë një zë. Allahu ka mujt me lëshu shi edhe me ndal me shukat zjarr. Ose Allahu ka mujt me urdhëru zjarrin në mënyrë të drejtë për drejtë me i thonë shuku, ndalu, sikur se ka ndodhur për shembull në luftën e Hendekut. E ka thënë Allahu erën, edhe gjitha zjarrat që i kanë përgatitur, e madje edhe tenxherat edhe çadrat u ka marr. S'ka leju që ata me zon vend edhe me pas sistemim në fushë betejë. Por Allahu i Madhrishëm e ka shpëtuar Ibrahimin a.s. në një mënyrë krejtësisht tjetër, në mënyrë të mrekullueshme. E ka urdhëruar zjarrin me u shndru nga djegës në ngrohës për Ibrahimin a.s. Ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O Allah, o zjarr, bëhu i ftohtë, i ngrohtë dhe paqësor për Ibrahimin a.s. Sepse Allahu dëshiron të na tregojë se ai është sunduesi i çdo gjëje. Dhe derisa është sunduesi i çdo gjëje, ai ka ndikim në çdo gjë. Mbajini në mend, ai që çdo gjë e ka nën sundim, ndaj çdo gjëje ka ndikim. Pra Allahu dëshiron të na tregojë se un kam ndikim në çdo rrethon jetësore. Mirë, po un kërkoj prej jush që ti ndërmerrni shkaqet njerëzore. Pasi që i ka ndërmarrë gjitha shkaqet njerëzore Ibrahimi a.s., atëherë Allahu e ka marrë përsipër që në mënyrë të mrekullueshme me shpëtu atë. Edhe pse i ka thënë përkrahje, mbështetje edhe ndihmë nga Xhibrili a.s. Transmetimet tregojnë që gjatë gjuajtjes së tij me katapult për tek zjarri, ka ardhur Xhibrili, edhe i ka thonë vetëm fol ti, edhe kërko prej meje përkrahje ndihmë, unë i shkatroj ata. Ai çka ka thonë? Ka thonë jo, më mjafton Allahu, ai është me mua. Pra bindje plot në plot fuqinë e Allahut Madhrishëm. Prandaj Allahu ka bën mrekulli për ta. Edhe ngjarja e hijretit neve na mëson njëjtën gjë. Pra Allahu ka dashur që përmes kësaj ngjarje me na tregu neve se neve na takojnë disa përgjegjësi që duhet me i ndërmarrë në jetë. E pasi që i ndërmarrim të gjitha përgjegjësitë fetare, legjislative islame, s'kemi pse mërzitemi sepse Allahu më përsipër çështjen tonë edhe kauzën tonë. Për shembull, për shkaqeve që i kanë ndërmarr sahabat e nderuar në emigrim në Habeshe është se kanë dalë fshehurazi. Nuk ka qenë e mençur me dalë publikisht. Parasysh se ka qenë fillimi i Islamit. Nëse kishin dalë publikisht, armiqtë e tyre kishin me i spaku, kishin me i burgos. Po ndoshta edhe kishin me i vrarë. Por pas kësaj kanë dalë grupe, nuk kanë dalë gjithë 14 një herësh, por kanë dalë 2 nga 2 ose 3 nga 3. Pastaj u ka caktuar atyre një emir, edhe pse kanë qenë 14 persona. U ka caktuar një emir, një udhëheqës, e që ka qenë Uthman bin Madun. Sepse në çdo udhtim tjetër, qoftë edhe një udhtim për shembull të qefit, duhet me pas një emir. Nëse janë 2 apo 3 persona, njëri duhet me udhëheq. Sepse përplasjet e mendimeve mund me shkaktu pastaj edhe kokçarje dhe konflikte të shumta. Për këtë arsye, një person duhet me qenë vendimarrës. Shkëmbim me mendime shkemi, mirë po vendimarrën e merr udhëheqësi, në mënyrë që me pas mbarvajtje edhe udhtimi, edhe jeta, edhe çdo gjë në jetë. Dhe për fund i zgjodhin nga fiset ndryshme, jo nga një fisi vetëm. Pra ata që i ka dërguar në Habeshe, në Abisini, nuk kanë qenë të një fisi. Për shembull fisit Beni Hashim, që ka qenë fisi i Muhammed Mustafas alayhis salam, por i ka përzgjedhur për gjitha fiseve. Për arsye se nëse kish me i përzgjedh vetëm
të fisit ti, atëherë kjo kishte me marr kahje individuale, kahje fisnore, pra nuk kishte me qenë më kauz fetare, por kishte me qenë kauz fisnore, ose kauz personale Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kauza fetare nuk është personale, nuk ka qenë kurrë e tia personale, as nuk ka qenë e fisit tia apo e familjes ti, por ka qenë kauz e përgjithshme islame, kauz gjithë shoqërore e madje edhe gjithë njerëzore. Dhe në anën tjetër, nëse do të shkonin tek mbreti Nejashi që i ka urdhëruar pejgamberi i Zotit me shku për arsye se ka qenë mbreti i krishterë, por i drejtë, atëherë kur kishte me i pyet ta, po ti prej nga je? Unë jam filani nga fisi Beni Hashim, tjetri nga fisi Beni Hashim, po të ishin gjithë nga një fis. Atëherë mbreti Nejashi kishte me kuptuar që kjo çështje s'pas ka të bëjë me fe, po pas ka të bëjë me diçka personale nga ana Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tjetra arsye është se në qoftë se do t'i përzitte të fisit vetëm, atëherë ata lirshëm edhe lehtësisht mushrikët e Mekës kishin me luftu me një fis, pra kundër fisit të pejgamberit tonë dashur Muhamedit alayhi salatu wasalam. Por derisa përgjigjen nga gjitha fiset, një gjë e tillë bëhet e pamundur, nga se kemi thënë edhe më herët, autoriteti dhe organi më i lartë politik, asë kohë dhe social ka qenë fisi. E udhëheci më i lartë ka qenë i pari i fisit. Pra kështu ka qenë sistemi asë kohë. Po me i shpall luftë një fisi ka qenë e lehtë, po me i shpall luftë gjitha fiseve ka qenë e vështirë, ka qenë e pamundur. Dhe nëse do të ndodhte diçka atyre, do të kapeshin, apo do të sulmuheshin, apo edhe do të vriteshin, do të ishte shumë më e vështirë për ta bërë një gjë të tillë, nëse ata janë pra nga fise të ndryshme. Kur erdhën në vendin e përcaktuar, që ishte afër Bregdetit, ku do t'i prisnin anijet, pra derisa këta i kanë ndërmarrë gjitha shkaqet, atëherë Allahu i Madhrishëm i ka dërguar ato dy anijet e zakonshme që kanë çuar njerëz për në Habeshe, për në Abisini. Vetëm sikur të vënoheshin pak këto dy anije, do të kapeshin muslimanët. Ata 14 persona do të ziheshin. Ama Allahu na ka treguar se derisa na i ndërmarrim shkaqet tona njerëzore, ai e merr përsipër pastaj intervenimin hyjnor. Ai ju mbron juve, po flasin për rrethana krejtësisht primitive dhe shumë të vështira të asaj kohe. Kanë mri anijet e pas tyre janë vënë pra mushrikët e Mekës, sepse kanë dëgjuar që një grup prej muslimanëve janë nisë për me shku në Habeshe, dhe është interesante kjo punë. Edhe me këtë po e përfundoj, se është shumë e rëndësishme për mend. Gjatë gjithë historisë islame, sa herë që kanë emigruar muslimanët, u janë vënë pas mushrikët e Mekës, u janë vënë pas armiqtë e tyre. Normalisht edhe parimisht ata do duhet ndiheshin të shliruar prej tyre. Shqyr Zotit na janë largu, pse mu marrë me ta? Ama kjo tregon se ata kur nuk e kanë pas personale çështjen as me Muhamedin alayhi salam, as me musliman. Po e kanë pas me Islamin. Pra nuk kanë dashur me leju që në rrugët toksor me frimu mënyrë islame. Nuk kanë dashur me leju që me pas thirrje islame. Nuk kanë dashur me leju që dikush me u ndiku për Islamit. Jo që s'kan dashur pra në vendin e tyre me pas islam me musliman. Po s'kan dashur as në vende tjera me leju një gjë të tillë. Prandaj u janë vënë pas edhe këtyre 14 personave që fundja kanë qenë të papërfillshëm për ta. 14 veta. Ama kanë dashur me i zonë, kanë dashur me e parandalu një aksion të tillë, sepse çështjen e kanë pas me Islam dhe jo me Muhammed apo me musliman sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tregon edhe sot. Pra, gjithë ata që realisht flasin kundër muslimanëve, e kanë urrëtitjen me Islamin, mos u mashtroni. Çdo herë kanë pas edhe e kanë urrëtitjen me Islamin. Ata edhe këtë me na pa nën tokë, këtë me na pa nën tokë, prapë s'kanë më u bë rahat pa u siguru mirë që dikush nuk ka mbet gjatë për muslimanëve që thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, sepse këtu e kanë hallin me fjalën e Allahut Madhërisëm, e kanë hallin me fjalën hyjnore të Zotit Kur'an e të traditës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që besimtarë nderuar, kjo që ka ndodhur në Habeshe, e që është vetëm fillimi i kësaj ngjarje, e cila më vonë pastaj sa vazhdon e bëhet edhe më interesante dhe përçon mesazhe jashtëzakonisht të rëndësishme për ne, tregon se historia islame është e bujshme me mësime nga më të ndryshmet për të cilat ne kemi nevojë. Nga se jo më kot ajo është transmetuar tek ne sikur se janë transmetuar edhe ajetet e Kuranit. Kështu i kanë mësuar sahabët ngjarjet historike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ka qenë shumë e rëndësishme me treguar anën praktike të asaj që ka ndodhur, sepse njeriu nuk mëson vetëm nga ana teorike, por mëson edhe nga ana praktike e asaj që ka ndodhur në kohën e Muhamedit ton, pejgamberit ton dashur sallallahu alaihi wasallam. Allah ju shpërblet për dëgjimin, për vëmendjen.